u trajtojnë si gjëra të vogla. Sepse jetojmë në një republikë ku dhe ata që janë biznesmen trajtohen si gjëra të vogla, sepse nuk ka pas përballë njerëz që të bëjnë balancën e atyre që janë pushtet. Balancë politike. Për këtë arsye, nuk është çështje e një individi, kjo është çështje e secilit prej jush. Para mendoni ju në 12 maj, sikur këta pas gjithë kësaj që ka ndodhur në Shqipëri, të vazhdojë e njëjta klasë politike të ketë pushtetin në gjithë dimensionet. Çfarë do ndodh? Shumë nga ju që më dëgjoni do ikni. Po do ikni. Shumë të tjerë do nështrohen. Kush do ketë mundësi të reagoj pra? S'to kenë, se do thonë, provoj filani, si a dolje, provoj filani, si a dolje. Ndërkohë çka kemi ne ndryshe nga vendet tjera? Pse duhet jemi ne ndryshe nga shqiptarët e Kosovës? E kanë transformuar klasën politike. Pse duhet jemi ndryshe ne nga fqinjët tanë në Greqi? E transformuar klasën politike. Pse duhet jemi ndryshe ne nga ata në Itali? E transformuar klasën politike. Pra ne na duhet ta aplikojmë ndryshimin, se nëse ankohemi 4 vjet, që nuk ka drita, nuk ka ujë, na vin inspektorët e tatimeve, na vën gjobat pa drejtë, ka korrupsion, nuk ka ilaçe në spitale, nuk ka rrugë të mira, bëhen pa drejtësi, nuk e gjën drejtësinë, dhunohen, e merat. Dhe pastaj në fund, bëhesh tifoz dhe vazhdon dhe e mbështet atë që ti ka bërë këto. Këtu pastaj ka një problem. S'ka njeri që e zgjidh dot këtë. Këtë e zgjidh vetëm qytetari. Vetëm qytetari. Do i kërkoja ta shpërndani këtë live sepse është një ndihmë e jashtëzakonshme për të gjithë rrugën që ne po bëjmë.